A frikësohesh se mund të të vrasë një ditë? Këtë pyetje ma bë vjet për vjet. A përshë që jem gjallë. Dëgjëm, gjërë shpat. Unë me këtë frikën e këti muhabeti, më t'i këm shpëllo muhabet. E këm, nuk ekziston kjo frikë të une. S'kam nevojë qëre njerin e drejtë, edhe njerin i cili nuk ka bu keq. Qëre ka njëherë, shumë njerëzve ju ka dohë që po qojna më uj në mullit armikut. Edhe sot ju do menojnë që është. Apo kuptën? Por mës harroni, kur në rasin tim po flasë, ju kërkoj falje atyne të cilët kanë menduar që kum qua uj në mullit armikut, por nëse një ditë, mane men këta dhe regjistroni këta që po jo thamë, nëse një ditë hapën arkivat të Shërbimit Informativ të Kosovës, të Agjencionit Kosovar të Inteligjencës dhe të Departamentit të Njësisë kundër terrorizmit të Policisë Kosovës, i një gjallë jo, se jo rinia i një... Unë po e luti Zotin që të hapën ato, atëherë keme thonë ti, me çfan buri dhe krenari e kom pas Fatmir Shehollin në emision Këshire kush ka kollë. Sepse po të flasë unë tash, pe i subjektiv në këtë rast, kallxona shumë, por kërkoj falje familjarëve të mi, i kërkoj falje komandantit zonës operative të Lapit, Rostem Mustafës, i kërkoj falje të gjitha tyre të cilët nuk kam mundur me të regu që apo punoj. Një pjesë e mirë e njerëzve i din, por nuk i kam bu publike. Ofër vetës në bon telefonin apo librin? Shumë librin. Pa, librin e kam pjesë, e kam një bibliotekë në shpit jashtëzakonshme. Libri fundit që e ke lexuar dhe çka flitet në të? Libri fundit është se jem pjesë unë e librit, një hap me Rugovën të Adnan Meroncit. Më kujtua ajo ai gazetari që e pyethoqin ofër kokës mbani telefon apo librin? Po ka për këta politikan ka pak. Ku mendon që shkon një mendim që harrohet? Kjo është e lidhur me punën e Zotit dhe unë çka do që them është unë nuk jam ai. Ai e din veç. Çka i thon vetes kur je para pasqyrës? Të përshëndet shumë njeri i jashtëzakonshëm i kësaj toke. A ke menduar ndonjëherë mi mbjell flakt? Jo, përbes. Ja, shoqësi ti kishe miell për ai kohë, edhe vërtet bukur po të rishën, se i kom po do ish komandanta tu që këse do ja ka nis po ju dalin diçka mirë, edhe bile si kanë punë mirë me popull ata. Duhet me vetë pse, do të marrë rinia, se komandanta tash besoj që është koha kur ata duhet të pushojnë pensionet e tjera. Jo, rinia merrni tash, na jena që shtë ka pak me ju mësua, me na marrë dhe me neve, na i farë të lumja, na i farë